Në shkollën e mesme teknike në Gostivande është zhvilluar ceremonia përfundimtare e maturantëve e përmbyllur me ritualin tradicional dhe mjaft emocionues të hedhjes së kapelave në ajër, si shenjë simbolike për mbarimin me sukses të shkollimit të mesëm. Gjatë këtij manifestimi solemn të pranishmëve me një fjalim përshëndetës u drejtua drejtori i shkollës Besir Saliu, i cili uroi maturantët për rrugën e re që po nisin. Sot qëndroj para jush si personalitet i cili mburet kur sheh një gjenerat të rinj të përgatitur për një fillim të ri. Erdhi kjo kohë. Si nxënës keni pasur sfida të ndryshme që të arrini aty ku jeni sot. Keni punuar fuqishëm, e keni zhvilluar aftësitë tuaja intelektuale, keni luftuar që të krijeni detyrat tuaja dhe të kaloni të gjitha sfidat e shkollës së mesme. Për atë që jeni aftësuar deri më sot, do të ju ndihmoj që nesër të vazhdoni të pavarur dhe të jeni të aftë në zhvillimin e personalitetit tuaj intelektual dhe profesional. Besoni në veten tuaj dhe fuqishëm vazhdoni të ecni drejt sfidave të ardhshme. Suksese të përhershme, urime matura. Maturantët për arritjet e tyre i uroi dhe i përgëzoi edhe psikologja e shkollës Lindita Tahiri, duke përsëritur të njëjtin mesazh krenarie dhe vlerësimi për udhëtimin e tyre 4-vjeçar. Erdhi edhe kjo ditë madhështore ku edhe një gjenerat u thot lamtumir bankave shkollore dhe me hapa të suksesshme do të vazhdojnë rrugëtimin e tyre të më të tjeshëm. Gjatë këtyre 4 viteve arritet të përvetësoni njohuri, shkatësi dhe përvojë, për të cilat ne si mësimdhënës tuaj mburemi për suksesin tuaj. Prandaj gëzuar matura, suksesi qoftë pjesë e pandare jetës suaj. Ju faleminderit. Një nga momentet më të rëndësishme të ceremonisë ishte certifikimi i nxënësve më të dalluar për rezultatet e tyre të shkëlqyera. Këtë vit si nxënës të gjeneratës u zgjodhen Deliza Azizi, nxënëse gjeneratës tek paralelet me mësim në gjuhën shqipe, Edila Rahmani, nxënëse gjeneratës tek paralelet me mësim në gjuhën maqedonase dhe Zeynep Hakim, nxënëse gjeneratës tek paralelet me mësim në gjuhën turke. Në emër të gjithë nxënësve të shpallur, me një fjalim plot mirënjohur paraqit nxënësja e gjeneratës Deliza Azizi. Si e para jam shumë falenderuese për këtë vlerësim. Në rast të parë falenderoj prindrit e mi dhe pa diskutim profesorët të udhëheqësin. Nderuar drejtor, faleminderit për kontributin tënd dhe gjithmonë na ke plotësuar çdo dëshirë e çdo kërkesë. Jam shumë falenderuese për këtë çmim që mund të jetë një letër, por me shumë kuptim të madh. Ju faleminderit. Ceremonia vijoi me ndarjen e mirënjohjeve për sportistët e gjeneratës, të cilët lartësuan emrin e shkollës në gara të ndryshme. Po ashtu, u nderuan edhe të gjithë ata nxënës që kanë shënuar rezultate të larta në lëndët mësimore në të 3 gjuhët e mësimdhënies që zhvillohen në këtë institucion, në gjuhën shqipe, maqedonase dhe turke.